Pse nuk zotë kjo kauza morale, nëse në 2 miliardë, 100 miliardë dhe muslimanë sot në botë, nuk për zotë kjo solidariteti karshi krizave barfrisë globale. Fillimisht nuk isha u pajtu që... Unë i thashë, kom si dilemë, kanë në rregulli. Nuk isha u pajtu që dhe më thonë nuk ekziston fare, nuk është e ngjallur. Është e ngjallur. A ka individ që ndihmojnë po, a ka shoqëra që ndihmojnë po. Problemi është tek aspektet qeveritare. Po nëse i merr me milion, kishim me pas solidaritet sot. Nëse i merr 100 milion njerëz shkojmë në vitin haz, edhe në vendet të shteteve privin, konsideroj që me pas në atë lëvizje pak më të madhe globale. Po, është vërtet, por veç të shkojmë një nga një. Në rregull, po ndezoj. Po e para për shembull, në aspektin e solidaritetit, ku po qëllon çështja? Po qëllon, domthonë, në politikat e caktuara që rresht pengojnë lëvizjen e njerëzve. Për shembull, hajde nëse po e hapim Kosovë, që qeveria me shpall, për shembull, një fushat humanitar për gazën, kimë pas apo on? Po s'ki ku i qanë, s'ki me kanë i qanë, ose që shë përmanë, me njerë pozicionosh dikun ku ti s'ki që fare dhe rrini stepor, apo, marshë me qëtë politike se qëtë fetare, andaj ekspertë politike e kanë ngulfat fetaren, si kurse politika të kishë mja, pa pësit fetare, kishë me përmësut dhe politika dhe njeri, po politika nuk bën punë tilla për shkak se realisht i ndjek interesave të caktuara, çdo kush në pozicionin e tij. Kjo është e para. Çështja e dytë është, për shembull, çështja e dytë është, njeri si qenie humane ka nevojë për trajnime të tilla sikur është haxhi. Sikur se tash për shembull, nuk mundemi ne për shkak të një krize, krejt aktivitet njerëzor me mbyll. Për më thonë që po bëhet luftë në Ukrainë, po bëhet luftë në Gaza, unë gjithë pse na keshëm, pse na flajmë, nuk është, njeri është vazhdon aktivitet jetësor. Ne duhet që tash ka shi një krizë të mobilizojmë, të ndihmojmë, por vazhdojnë aktivitet, shkolla bëhet qelë. Ma të edhe në luftë, na kemi pasur situata të edhim para luftës, kemi mësuar, po duke më për shkolla, pse? Fakti që na ka pushtuar miku, në të mënë që duhet me pushtu ka aktivitet. Ne duhet të luftojmë në ndërtimin e vetës tonë që na ndihmon pastaj edhe në qëllirim. Edhe pikërisht shkollat e kanë vedisu qytetarin tonë që me luftu për këtë kauzë, apo xhamiat kanë qenë me rol të madh në këtë aspekt, edhe haxhi që ashtu. Domthonë, në këtë materializëm të egër, në këtë egoizëm të madh, mos më qenë edhe haxhi që kush më qenë situata. Në mos e ka perspektiva, mos më shkon haxhi që kishim bën njerëz, me thon parë veç të parë. Jo, apo. Çato parë që i ka njëri në dorë, apo domthonë, besa që haxhi është ai që i lëviz në mas më të madh me kont më human edhe më